Kontesti mes Bullgarisë do të jetë një nga temat kyçe që do të diskutohet nesër gjatë vizitës së presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Shkup, deklaroi ministri i jashtëm Timço Mucunski. Ai tha se pozicionet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut janë principielle dhe Costa deri më tani ka pasur rol proaktiv në atë proces. Përkatësisht tha se ka pasur disa tentime që të ndihmoj për të ardhur deri te zgjidhja. I pyetur nëse ka ndonjë non-paper në lidhje me mosmarrëveshjet me shtetin fqinj, Mucunski mohoi një gjë të tillë, por tha se ka diskutim që zhvillohet nga formimi i kësaj qeverie dhe janë të vetëdijshëm që ka kontest për të cilën duhet të ketë një zgjidhje dinjitoze. Dallimi mes paraardhësve tanë dhe neve është se ne vendosim fjalën dinitet para fjalës së zgjidhje. Nuk mund të ketë zgjidhje me çdo çmim. Në drejtim janë ndarë disa ide, nuk ekziston një non-paper. Ekzistojnë ide që ndahen me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e vendeve anëtare, por të gjitha idetë janë në kuadër të atyre pritjeve principielle që ne si shtet i kemi. Pritja primare është që të ketë garanca të qarta institucionale ndaj nesh se kjo do të jetë pengesa e fundit e karakterit bilateral. Në lidhje me letrën e kancelarit gjerman Friedrich Merz për ndryshimin e modelit të zgjerimit, ministri tha se ka debat mes vendeve anëtare në kuadër të Bashkimit Evropian dhe Unioni duhet të vendosë si do ta ndërtojë politikën e zgjerimit, duke shtuar se vendi duhet të përgatitet për të gjitha skenaret dhe pozicioni i qeverisë. Është i qartë se procesi duhet të përfundojë me antarësim të plotë. Ne duhet të përgatitemi për të gjitha skenarët të cilat mund t'i parashikojmë për momentin, por të kujtojmë qartë se ndaj këtij rajoni edhe ndaj këtij shteti janë dhënë premtime shumë vjeçare, serioze dhe për kushtim, dhe për shkak të premtimeve të tilla janë kërkuar edhe nga ne një sër lëshimesh, një pjesë të cilave në lidhje me çështjet nacionale. Kujtojmë se në një letër drejtuar së fundmi liderëve të Bashkimit Evropian, kancelari Merz ka propozuar që vendeve të Ballkanit Perëndimor t'u jepet statusi i vëzhguesit në Bashkimin Evropian, ndërsa Ukrainës statusi i së ashtu quajturës antare e asociuar pa të drejtë vote. Përkatësisht ai propozoi që për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavin të shqyrtohet zgjidhje inovative për të përshpejtuar procesin e antarësimit të tyre në BE. Kjo mes tjerash do të nënkuptonte qasje të privilegjuar në tregun e vetëm evropian dhe lidhje më të ngushta me institucionet e BE-s në procesin e përditshëm të vendimarrjes.